Jeni banor i zonës? Unë jam banor i zonës fshatit Bashaj, quhem Eduard Skëndaj. Atje te ka jo lagja atje e shtëpia ime edhe kësht. Atje jetojnë prindërit mi në këto momente. Janë të evakuuar, nuk ka mundësi si ti marr tani, se s'ka mundësi zgjidhje rrugë për ti marr. Dhe janë atje, janë 3 familje të cilat kanë 72 orë atje. Kjo është vetëm rrugë që lidh Matogjini Kjo, me Bashën? kjo është rruga që lidh këtu fshat Matogjini dhe fshati Bashit atje. S'ka më rrugë tjetër. Është një rrugë tani si dytësore quhet, në këto momente ka ardhur një mjet i bashkisë. Nuk e di sa do realizohet kjo, çfarë qëllimi ka bashkia dhe prefektura dhe për të bërë lidhjen e 2 fshatrave. Nuk. Sa familje jetojnë këtu? Këtu në Basha janë rreth 42 familje. Edhe 15 familje janë këtu në Matogjin. Domethënë rreth 100 veta. Po problemi është se këta 180 janë moshatar, janë njerëz që kanë nevojë dhe përshëndetësi. Jo vetëm për ndihmë për të furnizuar me ushqime me mtet thash. Si mund të vetë atje? S'ka, unë dje kalova në rreth të shkëmbit atje, u vara poshtë dhe takova prindrit. Sot erdha deri këtu dhe thjesht i mora në telefon dhe u fola, i thash mos keni merak se jemi këtu përballë jush. Jemi në një situatë shumë kritike dhe shumë të vështirë. Nuk vijon të ketë paqëndërshmëri. Po, aty situata është jashtë kontrollit. Shiko, shkëmbi aty, ai mali aty shko si Kashkareq. Po ta shkosh në rreth malit atje diskutohet që nëse do vazhdoj kështu me këto shirat, ai shkëmbi atje do bjerë. Dhe në momentin që do bjerë shkëmbi, trondit të gjitha këto shtëpitë janë këtu. Të gjitha këto shtëpitë. Do jetë një tërmet shumë i fortë. Edhe këto shtëpitë që janë aty do dalin jashtë përdorimit të gjitha. Domethënë me banor. Dhe domethënë nga të gjitha, është një gjendje katastrofike. Kanë ardhur forca xhenjos, ka ardhur kryetari i bashkisë, ka ardhur treta herë që po vjen kryetari i bashkisë, ka ardhur prefektja. Na janë ndodhur afër për me anën e fjalëve. Tani do shikojmë si do na ndodhe me anën e veprave. Kupton se me anën e fjalëve jemi tepër të kënaqur. Tani me anën e veprave do shikojmë. Duam zgjidhje që të vëmi te shtëpitë tona. Nëse do të jetë situata nuk do të jetë një zgjidhje si ushqen ato familje. Jo, jemi në automat do ngrëm çantat edhe do fillojmë maleve. Besoj se maleve e do zbresim. Kështu do vim si kaçakët maleve. Kjo është. Faleminderit edhe juve.